Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, thot se ka në duar një dokument që provon se zhvillimi turistik I Zvërnecit është firmosur nga Berisha shumë vite më parë. Kjo u pohua pak ditë më parë nga ish funksionari I qeverisë Berisha, I cili tha në emisionin Real Story në ABC News se ka patur një strategji gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike për zhvillim të turizmit për Bregdetin Jugor, përfshir edhe Zvërnecin. Dy fytyrat e Berishës për Zvërnecin. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka deklaruar se siguron një dokument ku provohet se zhvillimin turistik të Zvërnecit e ka firmosur me dorën e vet shumë vite më parë Sali Berisha dhe qeverisja e Partisë Demokratike. Po jam duke pritur Saliun mezi po pres të vi Saliu se kam një dokument aty orti. Që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjet, po për 60 vjet të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vet zhvillimin e gjithë zonës Zvërnecit. Master plani. Por jam duke pritur kur të vi rrezik s'vjen më kujt. Derisa dokumentit publikohet, Balla pret betejën politike me Berishën, por një ish funksionar I lartë I qeverisë Berisha, ish ministri I turizmit Edmond Spao, zbuloi pak ditë më parë në emisionin Real Story në ABC News se ka patur një strategji gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike për zhvillim të turizmit të lartë për gjithë Bregdetin Jugor, përfshi dhe Zvërnecin. Dhe unë e di edhe nga studimet që janë bërë për mjedisin në zonën bregdetare të Shqipërisë, duke filluar nga veriu I vendit deri në jug në Korfuz. E di që të gjitha zonat janë sensitive, por në të gjitha ekspertët më të mirë të asaj kohe që kanë përgatit strategjinë e mbrojtjes mjedisit, kanë rekomanduar zhvillim të turizmit nivelit lartë, sidomos në pjesën jugore të vendit, nga Vlora e poshtë. Përfshirë dhe Zvërnecin? Përfshirë dhe Zvërnecin. Në fillim të protestave, Berisha mbajti një qëndrim të çuditshëm. Fillimisht pro investimit kundër protestës, më pas pro investimit për protestës. U duk se doktori ishte joshur nga leja për vizë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duket se planet e doktorit kanë qenë prej kohës kur ishte ende I përkëdheluri I amerikanëve në Shqipëri. Kompania Affinity e dhënrit të ish presidentit Trump në atë kohë, se nuk ishte në pushtet, ka treguar interes të veçantë dhe do të investoj në Sazan dhe Zvërnec, në atë kohë u tha 2 miliardo diçka kësaj natyre. Reagimi im ndaj këtij lajmi ka qenë ky. Pavarësisht sa ai ishte në opozit. Plotësisht dakord. Pse? Që jam I hapur me ju. Kam thënë vetëm një fjalë, sepse I ka parat. Unë absolutisht nuk kisha asnjë dyshim se Edi Rama po blente influenca politike. Nuk dyshoja fare në këtë. Por përsëri për mua, interesi kombëtar, interesi I vendit dilte mbi këtë. Sot për shkak të protestës, doktori ka urdhëruar deputetët e Partisë Demokratike të bojkotojnë parlamentin deri në futje në rendin e ditës të 5 kërkesave të protestuesve në bulevard. Edhe vetë protestuesit duket se kanë harruar Zvërnecin, por arrimi I së vërtetës intereson vetëm Sali Berishës. Mirë, kam kënaqësi që me mua në studio të jetë bashkuar gazetari dhe eksperti I njohur I ekonomisë, zoti Fatos Çoçoli. Zoti Çoçoli, mirëmbrëma, kënaqësi që me mua në edicion. Faleminderit për ftesën. Zoti Çoçoli, është Zvërneci një mundësi historike për të korrigjuar gabimet tona të mëhershme, apo rrezikojmë ta humbasim edhe këtë investim? Dhe nëse ky projekt pengohet, a do të dërgojë Shqipëria, le të themi, një sinjal negativ të investitorët strategjik ndërkombëtar? Unë do të thoja, Emilian, që është mundësia një gjenerate, për të mos thënë edhe një herë në 100 vjet. Është mundësia një gjenerate sepse rrallë herë mund të ndodhi që për një vend, sado I vogël të jetë ai, një investim strategjik të shkojë diku aty ke 1/7 e prodhimit të tij kombëtar, që është pra 16%, 4 miliard euro të këtij investimi. Kështu që mendoj se I bëhet shumë mirë vendit tonë,
krijon vende të reja të punës, sjell markat të njohura të turizmit elitar kudo në botë. Gjykoj se për ekonominë tonë është vetëm në të mirë të vendit që të arrim ta sigurojmë. Dërsa pyetja juaj, pjesa e dytë është shumë korrekte, rrezikojmë fort sepse në momentin kur, siç e thatë edhe me të drejtë në insert, u nis protesta qytetare, ishte shkaku ose kazusi pikërisht mbrojtja e pelikanëve, e flamingove në Zvërnec. Tani është haruar dhe nga mënyra se si u reflektua pastaj, pasqyrua në mediat më të mëdha ndërkombëtare, arsyeja e protestës, meraku kryesor i neve si ekonomist është që mos rrezikojë ardhja e këtyre 4 miliardë dollarëve apo eurove. Mediat bën, si thua, qoftë ato ndërkombëtare, të pamundurën që të profilizonin protestat e qytetarëve tanë gjatë gjithë këtyre 45 ditëve, 40 e kusur ditëve, Emilian, si të gjeneruara nga një lloj revolte për këto dy projekte, qoftë Zvërnecit, qoftë Sazanit. Ndërkohë që nuk është e vërteta kështu, prandaj për neve mirë do të ishte që ato 13.000 vende pune që do të hapen gjatë periudhës së ndërtimit dhe ndoshta ke 12.000 që do të jenë të përhershëm në momentin kur rrjete shumë të mëdha ndërkombëtare do të sillin hoteleritë e tyre, se bëhet fjalë për një investim ku do ketë me mira shtretër për shfrytëzimin gjatë gjithë vitit. Pra nuk do të jetë një investim që të bësh 200 vila dhe pastaj këto t'i shesësh tek ata që kanë paran. Por, zoti Çoçoli, nëse Porto Montenegro solli miliarda euro për Malinezi, duhet theksuar që Porto Montenegro ka qenë një projekt i parashikuar në Shqipëri, për të bërë në Shqipëri. Çfarë ndikimi ekonomik real mund të ketë projekti si Zvërnecin për Shqipërinë? Është, le të themi me madhe, kostoja e mos zhvillimit se sa rreziqet që shoqërojnë projekte të mëdha turistike? Kostoja, si thua, e mos zhvillimit të tij te kalon me herë rreziqet e zhvillimit të tij. Pra, ne e dim se si domethënë zhvillohet një vend. Kemi edhe shembullin e Greqisë fqinje. Një nga ishujt më të mrekullueshëm të Mesdheut është ishulli Mykonos, një ndër ishujt më të zhvilluar të Greqisë. Dhe në këtë ishull përpara ishin fazanët, ishin lejlekët, ishin flamingot. Tani nuk ka sepse u ndërtua aeroporti turistik atje. E njëjta gjë është normale që të ndodhi dhe me vendin tonë. Pra, disa kosto mjedisore do të jenë, siç janë në çfarëdo lloj, si thua, investimi strategjik turistik, në çfarëdo lloj pike të globit ta marrësh. Por përfitimet e kalojnë me herë këtë kosto, sepse do kemi vende të reja pune, Shqipëria do i rritet imazhi i një vendi turistik të nivelit të lartë, ne kemi nevojë që të na vinë përse jo 30.000, 40.000 turist për shkak të këtij ndërtimi të ri, për shkak të këtyre mira shtretërve të nivelit shumë të lartë dhe janë kompani, mund t'i përmendim sepse janë aq të njohura në botë edhe nuk bëjmë reklam, është Atlantis që nuk shkon në një vend dhe nuk ndërton një hotel me më pak se 500 shtretër. Ndërkohë që hoteli që juve përmendët në Porto Montenegro është 290 shtretër. Në këtë kuptim do kishim ndoshta në 2006, pas 3-4 vitesh ndërtimi, në 2010 Porto Durazzo, po nuk u bë për fat keq të ekonomison të gjithë xhepave tonë, si qytetar të interesit tonë ekonomik. Është mirë që Zvërneci të bëhet sa më shpejt, aq më mirë, sepse do të hapen këto vende pune dhe do të vinë shumë më tepër para për turizmin se sa çka kanë ardhur deri tashti. Një turist që vjen në Zvërnec, në momentin që do ndërtohet resorti i nivelit të lartë turistik atje, shpenzon të paktën 20 herë më shumë se sa ai turist që ne i quajmë me dashamirësi, jo me shpoti, turizmi byrekut. Pra që vjen, qëndron, sepse linja ajrore, vajtja ardhje, nuk kushton më shumë se 35 apo 50 euro, dhe vjen dhe harxhon pak, por shuan kurreshtin e tij për të parë një vend të bukur, tashmë shumë të reklamuar në gjithë hartën ndërkombëtare të turistëve në botë. Në këtë kuptim, Zvërneci do na bënte shumë mirë. Qoftë në nivel të ardhurave, unë mendoj se tani
edhe sipas të shifrave të Bankës Sonë Qendrore, që është një strukturë shumë serioze, në vitin e kaluar kemi patur, Emilian, rreth 5.5 miliard euro prurje nga turizmi. Gjykoj se në rast se Zvërneci do jetë aktiv, pa frikë 1 miliard euro do t'i kemi vetëm prej shpenzimit të këtyre 30-40.000 turistëve, që nuk do të vinë vetëm në qershor, nuk do të vinë vetëm në korrik, nuk do të vinë vetëm në gusht. Turisti elitar është përgjatë gjithë vitit. Në këtë kuptim, edhe na zgjerohet, si thua, koha e të bërit të turizmit, që ende kemi ngjecur këtë turizmi i rërës dhe detit vetëm për 2 muaj e gjysmë, na diversifikohet oferta jonë turistike dhe kryesorëve do na vinë ato 1 miliard euro që realisht i bëjnë mirë vendit dhe ekonomisë. Apo ndërtojmë ne, zoti Çoçoli, një model turizmi që krijon vlerë të shtuar për ekonominë, apo vetëm rrit numrin e turistëve, të theksove pak më parë këtë gjë, por a është koha që Shqipëria të synojë pikërisht turizmin me fuqi të lartë blerëse dhe jo vetëm këtë turizmin masiv, siç ju e thatë? Turistët e byrekut, pra ta quajmë kështu turistit masiv që preferon të shpenzoj pak, por ama vjen edhe pse bileta, dhe ajo është një nga arsyet kryesore, kushton lirë edhe shpenzimet e pri ka shumë më lirë se sa po t'i shpenzonin të njëjtat ditë në Itali apo në Greqinë fqinje, apo edhe në Malin e Zi. Ky turist është i mirë se ardhur. Emilian, në çfarë do lloj kohe? Se vetëm mirë na bën. Po. Se kur vjen kënaqet edhe me mikpritjen tonë që e kemi realisht një aset, dhe kthehet dhe miqve të vet, u thot ja kalova mirë në Shqipëri, atëre 5 ose 10 të tjerë mund të vinë një lloj siç erdhi ky. Kështu që neve mirë na bëhet dhe ai është gjithnjë i mirë se ardhur. Por ama, siç e ti me të drejtë, ne kemi nevojë ta diversifikojmë këtë ofertë turistike. Pra, para ato perla të vendit tonë, siç ishte për fat keq Kakomea nuk u zhvillua, ti e di, është një rast tjetër që i kemi humbur në kohë, po të paktën Zvërneci t'ja arrit. Madje investitorët edhe u dhunuan atë kohë. Po, edhe ishte një lajm që bëri xhiron e botës atëherë, edhe pse jo kaq shpejt sa në ditët e sotme të një fshati global që është bota sot, edhe që diçka që ndodh me mijëra kilometra larg merret vesh brenda sekondës, por ama atëherë lajmi ishte që klubit mesdhetar, që është një ndër kompanitë e nivelit të turizmit të lartë, shumë të njohura në botë, me 49 fshatra turistik të nivelit lartë në anë mban botës, i dolëm përpara fshatarët e revoltuar dhe pas një kalvari që ka nisur që në 2004, në 2016 u detyruan që të largohen. Dhe kjo ishte një reklam negative ndaj vendit tonë, ndaj mundësisë për të patur projekte strategjike. E dyta që edhe ti e përmende, Porto Duraco nuk u realizua asnjëherë, do ishte mirë sepse nga 2006-2010 kanë kaluar tashmë rreth 16 vite edhe gjatë këtyre 16 viteve realisht do punonte mirë, do ishte një, si thua, aset që do na sillte para çdo vit në nivel të disa qindra milion euro. Ky 1 miliard që i Zvërnecit urojmë të na bëhet sa më shpejt. Pse? Sepse janë pikërisht këto emra të njohur. Nuk është vetëm dhëndi i presidentit Trump apo vajza e tij. Janë emra që Atlantis, që përmenda pak më përpara, është Mandarin Oriental, është Cheval Blanc, po çdo qytetar të shikojë në internet se çfarë përfaqësojnë këta, është turizmi elitar, i sigurt, shumë mbrojtës ndaj mjedisit, pra shumë miqësor me mjedisit, sepse është marka e tyre që nuk mund të bëjnë ndryshe u mbasin shumë më tepër se sa një investim në një vend caktuar. Pra, janë të gjitha asat në mëngë, do thoshte qytetari thjesht, që ne na dali mirë me këtë investim dhe të hyjmë në një nivel tjetër turizmit. Pra, në një nivel ku ai që vjen dhe e kërkon mikpritjen shqiptare, e kërkon eksperiencën e veçantë shqiptare, të paktën të na harxojë 800 deri në 1000 euro në ditë. Deri tani jemi mësuar me 20-30 euro të turizmit të byrekut, shumë mirë që e kemi, na ndihmon shumë me ardhin e tij dhe me atë që quhet fjala e gojës, që është përndan këtë pozitivitet të vendit tonë, por ama kemi nevojë edhe për turistin elitar. Pse? Jo thjesht për ato qytetarët tanë, Emilian, që do të punsojnë në Zvërnec, por kryesorja kryesoreve për të ardhurat që ky turizëm sjell për ekonominë e vendit.
sepse do vilen dhe taksat e shtetit. Që sigurisht përkthehen në të mirë të qytetarëve. Që nuk do të pikërisht. Dhe këto para kthehen pastaj për investime për arsimin ton, për investime për shëndetin publik, nga ana tjetër përse jo edhe për të arritur pensionistëve tanë që është situash pjesa më e madhe e popullsisë, janë 770.000 nënat dhe baballarët tanë sot. Kështu që janë të gjitha arsyet, qoftë morale, qoftë ekonomike, qoftë strategjike të vendit, që ky investim të bëhet sa më shpejt. Por ama një protestë qytetare ka nisur që në kryet e erës edhe kundra këtij investimi, pavarësisht se ka marrë një sens tjetër politik protesta. Unë duhet të marrë shkas edhe nga shkrimet tuaja, zoti Çoçoli, dhe t'ju pyes që a fillon fundi një proteste në momentin kur ajo nuk pranon më mendimin ndryshe, dhe kur një protest përjashton ata që mendon ndryshe, zoti Çoçoli, a rrezikon të humbas legitimitetin moral? Dhe mbi të gjitha, ta bëjmë të thjesht, a ka të drejtë një protestë të pretendoj se flet në emër të gjithë qytetarëve, kur faktikisht një pjesë e madhe e tyre nuk e mbështet këtë protestë, dhe në veçanti kundra këtij projekti? Atëherë, protesta, sidomos java e parë, ishte e shkëlqyer, ishte parlamenti i ri i vendit. Në kuptimin e asaj kërkesës për llogaridhënie dhe e mbrojtjes së natyrës, sepse siç edhe e përmendëm, erdhi me idenë që ky investim të mos e preki natyrën, pavarësisht se është e pamundur. Ju e shpjeguat fare qartë. Por ama ishte shumë mirë që ishte e tillë. Pastaj protesta me kalimin e javëve është ajo që ti përmende me të drejtë, o me ne o kundër nesh. Ti nëse mendon ndryshe nga ne je tradhtari adeut, kërkon shitjen e adeut, dhe pra është një mënyrë që ai parlamentarizmi si thua i protestës qytetar spontan humbi gradualisht, dhe kjo është në të keqen e kësaj paqësie të protestës, sepse ne kemi nevojë për protesta paqësore, është në nivel të çfarëdo lloj akti demokratik, por ama pastaj protesta në gjithë shtratin e saj do të thoja jo vetëm u përdor, por edhe keq përdor nga mediat ndërkombëtare kritike ndaj presidentit Trump, sepse u pasqyrua gjerësisht si një protestë kundër dy investime strategjike, që ne na intereson, është në interesin strategjik të vendit. Dhe aty ishte si thua rreziku kryesor që mund të tërhiqej investuesi kryesor strategjik për Zvërnecin apo për Sazanin. Në këtë kuptim, kjo protestë sot nuk është se ndihmon këto projekte strategjike. Nuk është se me kërkesat e saj për llogaridhënie dhe për transparencë është në drejtimin pozitiv. Kanë hyrë shumë interesat të tjera për fat keq, kanë hyrë një pasion politik dritë shkutër, është bërë pak më e ashpër në gjuhë dhe më jo pranuese ndaj çdo njeriu që tjetër, çdo qytetari që e mendon ndryshe. Kështu që për fat të keq, kjo protestë nuk thithi pjesën më të madhe të qytetarëve, të paktën të Tiranës ku zhvillohet. Tirana sot është 860.000 banor. Edhe pse mund të jetë përgjysmuar për arsye të pushimeve të verës, sërish në rast se qytetarët që do të ishin të pranuar prej organizatorëve të protestës, e mendonin ndryshe, por ama kërkonin llogari. Doni një llogaridhënie më të lartë, doni një transparencë më të madhe, edhe unë me shumë qejf do t'i bashkohesha, sepse është në kërkesat normale të çdo qytetari që ja do të ardhmen dhe të mirën këtij vendi. Për fat keq, këto kërkesa që në javën e parë ishin vërtet shumë të rëndësishme dhe me shumë sinqeritet e them, edhe në penxherën e shtëpisë sime në dritare i përshëndesja javën e parë sepse dukeshin vërtet të pastër në kuptimin e gjërave që kërkonin. Aq më tepër që ishin dhe në lulen e rinis, vijon të jenë, dhe shumë mirë edhe vijon të jenë të paqt, por ama për fat keq ka devijuar. Ka ndryshuar ajo që mund të quhet fryma e protestës. Fryma është përzier, fryma e parë ishte ndryshim, Shqipëri ndryshe, por Shqipëri më llogari dhënëse, Shqipëri më transparente, duke ruajtur mjedisin dhe duke mbrojtur edhe investime strategjike, edhe pse nuk e tham, nganjëherë ishin edhe disa batuta për vajzën e presidentit amerikan Trump në anglisht, por ama që bën xhiron e rrjetit në gjithë botën. Dhe ne na dëmtuan në nivel të asaj që
vendi jonë nuk është një vend ku po shfrytëzohet nga familja e njeriut më të fuqishëm të botës sot. Vendi jonë është një vend që po synon përmes qeverisë që ka të shfrytëzojë këto shanse që nuk i dalin çdo vit apo çdo muaj, por mund të vinë një herë në një gjenerat, siç ta përmenda në fillim të bisedës sonë, apo një herë në 100 vjet. Këto shanse ne duhet t'i rrokim dhe t'i mbajmë fort, sepse janë për të mirën tonë. Se shkuret mesdhetare të Zvërnecit, apo shkëmbite Sazanit, aty kemi patur dhe para 35-36 vitesh, ama asgjë nuk ndodhi. Sot, le t'i ruajmë këto shkuret në mundësinë më të mirë të mbajmë me aq sa do të mundemi edhe folet e zogjve shtektare, sidomos flamingove apo pelikanit kaçurel, por nga ana tjetër të zhvillojmë dhe vendin tonë. Zoti Çoçoli, faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Ishit me mua. Mesja ime. Ndërkohë, Shqipëria ka marrë vlerësimin e radhës nga Brukseli. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos e cilësoi mbylljen e grup kapitujve të parë të negociatave si një moment të rëndësishëm dhe shembull për vendet e tjera kandidate. Nga Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian, Marta Kos foli për një super të martë europiane, ku Shqipëria u mor si modeli që duhet ndjekur edhe nga vendet e tjera kandidate. Shqipëria, shembull i zgjerimit Bashkimit Evropian. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos në mbledhjen e 607 të Komitetit Socio-Ekonomik Evropian mori për referencë nisjen e mbylljes së grup kapitujve të Shqipërisë si shembulli që duhet të ndjekin edhe vendet e tjera kandidate. We had a Super Tuesday. Ne patëm një super të martë, bashkë me presidencën irlandeze hapëm kapituj të ri me Ukrainën dhe Moldavin, duart lart kush është nga Ukraina dhe Moldavia. Këtë javë mbyllëm 2 kapituj me Malin e Zi, ku jeni ju, përfshirë ambasadorin, 3 grup kapituj mbyllëm me Shqipërinë. Për këtë vend nisëm për herë të parë të mbyllim kapitujt. And we closed 3 chapters for Albania. Shpresoj që edhe vendet e tjera kandidate të Ballkanit Perëndimor, Bosnia-Hercegovina, Kosova apo dhe Turqia dhe Gjeorgjia do të ndjekin këtë shembull dhe shfrytëzojnë këtë moment. Kjo kërkon leadership dhe krijimin e besimit me 27 vendet e BE-s. Turqia and Georgia will soon mirror this momentum. Për përshpejtimin e zgjerimit, Marta Kos mori shembull Malin e Zi, vendin më të avancuar në negociata për të cilin përmendi sërish datën e antarësimit në vitin 2028. The most advanced country. Vendi më i avancuar, Mali i Zi, ka mbyllur më shumë se gjysmën e grup kapitujve të negociatave. Vendet e BE-s kanë filluar të hartojnë draftin e traktit të antarësimit. Nuk e kemi parë që në 2009 me Kroacinë dhe me presidencën irlandeze. Shpresojmë që gjithë grup kapitujt të mbyllim deri në fund të këtij viti dhe në vitin 2028. Mali i Zi do të mund të jetë antar 28 i BE-s. We have a possibility that we will close. Për Kos, zgjerimi nuk është vetëm një interes i njëanshëm i vendeve kandidate. Tashmë, loja ka ndryshuar dhe BE është më interesuar se vetë vendet kandidate për t'u zgjeruar. Mr. President, it is incredible that countries on a free basis want to join us. Zgjerimi është prioritet. E mrekullueshme që këto vende me vullnet të lirë duan të na bashkohen. Na duheni të gjithë, ju lutem. Sqaroni pse është e rëndësishme. Nuk është çështja që ne do të paguajmë kandidatët dhe ata do të bëhen pjesë e BE-s, dhe ata do bëhen pjesë e BE-s e do bëhen më mirë ekonomikisht dhe nga ana demokratike. Ata do të kontribuojnë në paqen, sigurinë dhe prosperitetin ton. Duhet të bëheni bashkë si Europë. Into our union. Enlargement isn't just for the candidates to catch up with us. Leku shqiptar do të jetë edhe në version digital. Ligji për Bankën e Shqipërisë ka ndryshuar duke u përafruar me standardet e Bashkimit Evropian dhe në këtë frym parashikohet që të ngrihet baza ligjore për krijimin e lekut digital, një nismë kjo që po realizohet edhe nga Banka Qendrore Evropiane. Po ashtu në draft, parashikohet edhe ngritja e bazës ligjore për futjen e euros në ekonomi në momentin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria pritet që të ketë për herë të parë një monedhë digjitale kombëtare. Projekt ligji i ri për Bankën e Shqipërisë parashikon që krahas kartmonedhave dhe monedhave metalike të ketë edhe monedhën digjitale lek që do të emetohet nga Banka e Shqipërisë dhe do të kenë kurs ligjor në të gjithë territorin e vendit. Ndryshimet në draft vijnë si një detyrim i vendit në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, duke parafruar një sër rregullash, ndërsa edhe Banka Qendrore Evropiane po avancon me krijimin e monedhës digjitale
digjitale euro. Sipas projektligjit të hedhur për konsultim publik, Banka e Shqipërisë do të ketë të drejtën ekskluzive për emetimin e monedhës digjitale lek. Institucioni do të përcaktojë prerjet, karakteristika teknike dhe elementet e sigurisë për secilën prej tyre. Projektligji i ri për Bankën e Shqipërisë parashikon edhe mënyrën se si do të funksionojë sistemi monetar i vendit pas antarësimit në Bashkimin Evropian dhe miratimin e euro si monedhë kombëtare. Sipas draftit, nga data kur do të prezantohet zyrtarisht si monedhë e Republikës së Shqipërisë, Banka e Shqipërisë nuk do të hartojë në mënyrë të pavarur politikën monetare, pasi ajo do ta zbatojë atë në përputhje me sistemin evropian të bankave qendrore dhe rregullore të Bashkimit Evropian. Projektligji përcakton gjithashtu se euro do të zëvendësojë lekun si njësia monetare e Shqipërisë dhe banka do të jetë përgjegjëse për hedhjen në qarkullim dhe tërheqjen e kartmonedhave dhe monedhave në përputhje me rregullat e sistemit. Për të garantuar këtë autonomi, projektligji ndalon financimin monetar të sektorit publik. Banka e Shqipërisë do të veprojë si agent fiskal i qeverisë, por i ndalohet që të jap kredi, overdrafte apo forma të tjera financimi për qeverinë apo institucionet shtetërore. Për të përballuar rreziqet, në projektligj kërkohet rritje e konsiderueshme e kapitalit të Bankës Qendrore, i cili aktualisht është në 2.5 miliard lek dhe duhet të shkojë në 6 miliard lek. Projekti Smart City ka nisur zbatimin në Shqipëri që synon sigurinë në shkolla. Me ndihmën e inteligjencës artificiale, sistemi do të monitorojë në kohë reale ambientet shkollore dhe hapësirat publike për të parandaluar ngjarje kriminale dhe për të rritur reagimin e policisë. Me rjet Smart City, projekti me inteligjencë artificiale për të garantuar sigurinë publike implementohet për herë të parë në 20 shkolla të mëdha të Tiranës. Fillon nga arsimi, pasi sipas kryeministrit Edi Rama, ky projekt ka qëllim prioritar sigurinë e fëmijëve për të mos patur më tragjedi si rasti i vrasjes së Martin Canit në shkollën Fanoli në Tiranë. Edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundsoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë, pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizoj të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale. Kryeministri shpjegoi edhe se si do të funksionojë Smart City. Me një saktësi precize në kohë reale, inteligjenca artificiale parandalon nga shkeljet më të lehta te çdo veprim i kriminalëve, qofshin me armë apo me automjete. Nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep menjëherë informacion në qendrën e monitorimit. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të ndjegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më. Në mes të luftës hibride, Rama paralajmëroi se ky projekt është një nga kurat më të mira kundër algoritmit negativ ndaj qeverisë dhe Shqipërisë. Për më tepër sot, kur jemi në kohën e armikut të fëmijëve, e rrugacit më të rrezikshëm të lagjes, që është algoritmi në xhepat apo në çantat e adoleshentëve apo dhe të fëmijëve, ky sistem do të na japi krah dhe ky sistem do të jetë i fokusuar shumë edhe tek ndërveprimin e prindrit.
Projekti Smart City ka filluar zbatimin me 20 shkollat më të mëdha në Tiranë. Synohet të implementohet në 150 shkolla në Shqipëri, ndërsa 24 qytete do të mbulohen me 873 sensor në kohë reale dhe kamera për të garantuar sigurinë publike, duke përfshirë shkollat, ambientet publike, trafikun rrugor dhe pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë në lidhje me deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se Serbia do të kryente spastrim etnik në Kosovë. Duke ju përgjigjur kritikave për mungesën e një reagimi të menjëhershëm, Rama hodhi poshtë kërkesat për komente ndaj çdo idiotësie që vjen nga zyrtar serb. Heshtje nga qeveria, kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë ndaj deklaratës së ministres së Serbisë Snežana Paunović se do të kryente spastrim total etnik në Kosovë. Për kryeministrin, deklarata e ministres serbe është idiotësi, kurse mesazhin e ka për opozitën në Tiranë. Ideja se çdo njeri ka një zë publik, çdo institucion dhe autoritet u dashka të reagoj për çdo idiotësi të thënë në serbisht, deri edhe nga personazhe që sa pa e thënë idiotësin, vetëm familja e tyre e dinte se ekzistonin, është një ide që tregon se sa pak e respektojnë veten dhe vendin ata që vën kufinj e që kërkojnë edhe hesap pse nuk reagoi ky e ai. Rama thekson se qeveria shqiptare nuk bie në nivelin e deklaratave të tilla për të bërë jehon apo të bëhet pjesë e lojrave të kota politike. Kush kërkon nga ne që të bëhemi kor histerik sa herë del një çurik në Beograd e flet për qartë, ka ngatruar adres. Mjafton të shikosh reaguesit e rastit nga Tirana, se si e gjej një kalë të ngurdhur për të marrë poza luftëtarësh në front dhe e kupton menjëherë pse kategoria e tyre meriton vetëm keqardhjen e radhës, ndërkohë që po deshet të mbash ijet me dorë, duhet edhe të gjesh kohë ti lexosh. Ai kujton se Shqipëria ka reaguar një herë nëpërmjet ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, duke respektuar në radhë të parë shtetin shqiptar përballë çdo deklarate të tillë. Zgjedhja e drejtuesve të rinj të Partisë Demokratike u bë sërish në farsën e votimeve. Flamur Noka blindoi pozitat e tij si numri 2 i partisë pas Sali Berishës, duke mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm. Dhe në vazhdën e ngritjes në pozitë të humzve, Belind Këlliçi u zgjodh nën kryetar për meritat e të cilit vetëm Sali Berisha mund të di diçka më shumë se demokratët e tjerë. Ndjekim Andon Kello. Një flamur ka Partia Demokratike, Flamur Nokën i rikonfirmuar si numri 2 ose sekretari përgjithshëm krahas Sali Berishës. Doktori komicitetin e majti për zgjedhjet me veten, kurse Flamur Noka të paktën kishte rival, Berisha hoqi me Remen. Flamuri u përball me Sajmir Koreshin, deputetin biokimik, dhe fitoi. Por gara më interesante ishte për nënkryetaret. Më në fund Belind Këlliçi merr një fitore, ama brenda Partisë Demokratike. A imposhti me 60 vota diferencë Luciano Boçin. Fitoria e parë e Këlliçit u paralajmërua me një luk të ri, mjekrën, duke mos e fshehur dot ngjashmërinë me fituesin e New Yorkut, kryebashkiakun Zoran Mamdani. Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj nuk kanë nevojë të votohen. Fal një neni të lexuar mbrapsht, mbeten nënkryetar ex officio për aq kohë sa duhen. Gjekmarkaj mori bekimin e papës, kurse Bardhi e bëri punë, numëruesin e votave. Por jo çdo bekim bie në vesh të doktorit në Partinë Demokratike. Djali i pastorit Akil Pano humbi në garën për nënkryetar. Krahun e hapi dhe Oert Bylykbashi, mungesa e të cilit nuk pritet të ndihet si nënkryetar në Partinë Demokratike. Sa kohë te shkallët e Selis t'ju presi truri i ri i organizimit, djali Fari Balliut. Kurse gjykatësia e Partisë Demokratike mbetet Adriana Kalaja, për arsyen e vetme se në ditë të vështira mbajti statutin larg nga karrija e doktorit. Zgjedhja u zhvilluan dhe për një sër sekretariatësh, por tashmë mesazhi është i qartë. Ripërtëritja e Partisë Demokratike nuk e kalon katin e parë. Zgjedhja e leadershipit pa garë në Partinë Demokratike tashmë nuk është lajm. Berisha tentoi ta diqte lajmin e keq ditën e gjysmëfinale së madhe për Kupën e Botës, që përfundoi me dramë mes Anglisë dhe Argjentinës. Ndërsa gjithë bota mante syt në Atlanta, në Partinë Demokratike një numër i vogël individësh tentuan për herë të fundit të provojnë nëse në selin blu ka vlerë vota, por edhe në këtë përballje leadershipi fitoi sërish Leo Messi. Sali Berisha ngeli pengi lojës së tij 5 vjeçare të rithemelimit. Ai është lojtar i ndeshjes, por Partia Demokratike u kap sërish në pozicion jashtëloje.
Autoriteti kombëtar i ushqimit ka zhbllokuar aktivitetin e kompanisë cateringut Sorial, i cili ishte ndërprer pas elmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë në muajin qershor. AKU përmes një njoftimi për shtyp thotë se vendimi u mor pas përgjigjes së analizave të kryera. Sipas AKU, edhe mostrat e marra në ushqime dhe tamponët e higjienës në mjedis dhe pajisjet të datës 25 qershor, pas dyshimeve për elmim të një grupi studentësh të Akademisë së Sigurisë dhe ato të marra më vonë, pas rinspektimit në 10 korrik, rezultuan konform normave për kushtet e higjienës dhe të sigurisë ushqimore. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se kompanisë i lejohet të vijojë ushtrimin e aktivitetit të gatimit të ushqimeve në ambientet e kuzhinës që ndodhet brenda ambienteve të garnizonit Skënderbej. Vala e të nxehtit afrikan rikthen temperaturat ekstreme në Shqipëri, termometri pritet të shënojë deri në 42 gradë Celsius në disa zona, ndërsa kulmi të nxehtit parashikohet të jetë të premten. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat e larta dhe era e fortë rrisin rrezikun për përhapjen e zjarreve. Vala e të nxehtit me origjinë nga Afrika ka përfshirë sërish Shqipërinë. Temperaturat janë rritur ndjeshëm duke nisur nga e India dhe sipas meteorologëve do të kulmojnë të premten ku në zona të caktuara të vendit parashikohet të kalojnë 40 gradë Celsius. Sot presim maksimumin 41 në Elbasan dhe në Berat, por më freskët të Shkodra. Nesër presim një temperaturë të lartë e cila zgjerohet harta, Shkodër, Tiranë, Fier, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Pra nuk është se ka ndonjë ndryshim nga sot nga nesër, thjesht kemi ndryshimin të maksimumit. Mund të arrijmë vlerën 42 gradë nesër në qarkun e Elbasanit. Vetëm Elbasani mund të kapi këtë vlerë, më pas të tjera do të mbeten 40, 41, por shumë qytete do jenë 39 gradë. Madje parashikohet që do të jetë mjaft nxehtë edhe në qarkun e Vlorës, pra via bregdetare, e cila është pak më e freskët. Presim një temperaturë 36 apo 37 gradë në Kukës, në zonat malore, dhe jo më shumë se 32-33 në qarkun e Korçës, që do jetë edhe zona më e freskët. Parametri i erës lehtëson pak temperaturat e larta, por sipas meteorologëve, përballë rrezikut për zjarre në disa zona të vendit, nxit përhapjen e flakëve. Kemi një erë mesatare për herë parë dhe fort. Kjo bën që ne të ndjehemi pak më freskët, por krijon nga ana tjetër probleme nëse do kishim një vatër zjarri në ndonjë zonë, sidomos Vlora, pra qarku i Vlorës dhe kryesisht veri perëndimi, Shkodra dhe Lezhë kanë një erë herpasere mjaft të fortë dhe nëse do të ketë një vatër zjarri, kjo e favorizon duke zgjeruar hartën e zjarreve. Rënja e temperaturave pritet dielën, por kjo do të zjas pak, pasi meteorologët parashikojnë rikthim të nxehtit afrikan dhe në fund të korrikut dhe fillim të gushtit. Kemi freskim të motit, i cili do të zjas për disa ditë, pra fillon nga e diela dhe le të themi deri nga data 25-26 dhe ditët e fundit të korrikut, fillimi i gushtit, kemi sërish aktivizim të masave të nxehta afrikane. Ndërkohë vranësira do të janë të pranishme, ndërsa të njëjtën rrebeshet pritet të mos mungojnë në zonat e izoluara. Të premten parashikohet të ndërpriten për të rikthyer fillimin e javës së ardhshme në veri dhe verilindje. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Vetëm pas pak vjen emisioni Real Story me gazetarin Sokol Balla. Ju ftoj ta ndiqni.